Çfarë skenaresh i hapen? A do duhet ajo të krijojë marrëdhënie shumë më të forta dhe shumë më direkte me secilën prej këtyre vendeve të gjirit, për shembull? Po, unë mendoj vetë dalja e Emiratet Bashkuar në ky blok, apo vetë le themi ky parimi i madh i Trumpit që është Amerika e para, u ka dhënë secilit vend, madje edhe Shqipërisë, u ka dhënë një lloj të drejtë apo një dritë jeshile, do ta konsideroja unë, që së pari të vendojnë për interesat e tyre kombëtare. Dhe mendoj që së pari përpos fakti që si Bashkimi Evropian si unitet, po mendoj se cili prej këtyre vendeve, se ne kemi parë për shembull Francën, Gjermaninë, Kanadan, Britaninë e Madhe që kanë filluar tash me këto lëvizje të mëdha në Azi, ke parë në fillim këtij viti, por sigurisht do ta shikojmë edhe në lindjen e mesme. Përpara kësaj kemi parë Giorgia Meloni, kryeministre e Italisë, e cila e rendi e parë në vendet e Gjirit Persik për të siguruar këto marrëveshje. Pra se është shumë e rëndësishme që secili prej këtyre vendeve të sigurojnë marrëdhëniet e tyre dhe të stabilizojnë marrëdhëniet e tyre bilaterale, qofshin ekonomike dhe politike me këto vende. Ndaj mendoj që edhe këto vendet e Bashkimit Evropian do të jenë dhe janë, le të themi, në këtë villim e sipër që të shkojnë dhe të krijojnë këto lloj marrëveshjesh me vendet e Gjirit Persik. Por mendoj që përpara se të shkojnë këto marrëdhëniet bilaterale, ekonomike dhe politike, do të shikojnë të gjithë perspektivën e tyre gjeostrategjike, sepse jemi ende të paqartë në këtë cili është roli i secilit. Pra qofshin e vendeve të Gjirit Persik në lindjen e mesme, por e vetë Bashkimit Evropian si union mes tyre. Dhe me që se prekëm Europën, Shtetet Bashkuara që njoftojnë të rreqjen e trupave, 5.000 trupave nga Gjermania, Merz thot e pritshim, pak a shumë, me pak fjalë ky ishte kundërpërgjigje e tij, domethënë jo habi në këtë sens. Trump që paralajmëron se mund ta marrë konsiderat të bëjë lëvizje të ngjashme dhe me Italinë dhe Spanjën, që është shumë i pakënaqur sepse nuk i dhanë mbështetje. Si duhet ta shikojmë? Po e bën realitet apo është thjesht si lëvizje taktike? Janë presione. Ka disa dhjetra, sidomos në Gjermani ka disa dhjetra trupa. Kur të rreq 5.000, sigurisht 5.000 në vetvete nuk janë pak. Sigurisht vlera e lëvizjes simbolikës absolutisht qëndron. Por ke lënë goxha, ke lënë plot gjithsesi aty. Unë mendoj që fuqia e amerikane në botë për pa diskutim janë bazat e saj ushtarake në vende të ndryshme së pari. Sigurisht nëse ai do të rriqet edhe vetë, domethënë fuqia e saj dhe ndikimi i saj së pari ushtarak dhe pastaj politik i vetë bazë. Dhe unë mendoj që kjo nuk do të ndodhe. Përpos fakti që ne jemi her pas here përballë këtyre presioneve, revansheve nga ana Trumpit, mos harrojmë se ai merr dhe në mënyrë personale. Ne kemi parë për shembull këto, le themi, kundërshtit mes Merz dhe vetë Trump, dhe më duket që do një mënyrë për ta, si ta mund të, për të tërhequr pak veshin ndoshta Merz, kancelarit të Gjermanisë, apo dhe vetë kryeministës së Italisë, por sigurisht pastaj të gjithë natin dhe revanshin e tij politike ka pa diskutim me kryeministrin e Spanjës, i cili ka qenë që në fillim fare i bindur në vendimet e tij në mënyrën që të mos t'i jepë asnjë lloj aksesi shëbas në konfliktin me Iranin. Por edhe një herë unë jam plotësisht e bindur. Por post të gjitha këtyre daljeve, spekulimeve, këtij lloj presioni që bën Trump, nuk do të ketë asnjë lloj tërheqje të trupave amerikane, ndoshta do të jenë një numër i papërfillshëm, por absolutisht nuk do të tërhiqet nga ndikimi i tyre ushtarak në Europë, se sigurisht nuk besoj që sot SBA janë të gatshme që të tërhiqen pra në kontinentin e tyre dhe të mos kenë ndikimin që kanë patur deri tani, qoftë politik, por mbi të gjitha edhe ushtarak në përbot. Këtu duket sikur pajtohemi dhe unë më ngjajnë si këto kërcënime në thonjca. Por ama në Europë, gjithsesi nuk presin të shikojnë a janë të vërteta apo jo, a do të konkretizohen apo jo. Të gjithë në Europë armatosen. Edhe kjo Shqipëria jonë e vogël armatoset. Edhe ne po bëjmë një ushtarake me Kajon dhe Finkantierin italian. Por përtej batutës time, krahasimet me Shqipërinë, po dëgjojmë të flitet gjithmonë më shumë në Europë për nevojën, që në aspektin politik Europa të shtoja të shën përpara, pra të bëhet një federat, një shtet i mirëfillt, ta zyrtarizojë, ta përmbyll atë unionin dhe ky union të jetë dhe ushtarak gjithashtu. Si shikon këto dy momente? Sot për sot Europa ka dy probleme madhore që i ka emergjente, madje ekzistenciale të saj. Se pari
ka të bëjë me pavarësinë ose le të themi me varësinë e saj ushtarake, pra që është pjesë e aleancës së NATO-s. Dhe së dyti ka të bëjë sigurisht me këtë varësinë e saj ekonomike sa i përket energjisë. Dhe këto janë dy shtyllat kryesore me të cilat ajo duhet që t'i zgjidhë menjëherë në mënyrë që të forcojë edhe pozitën e saj dhe ta shikojmë atë jo vetëm si aktor por edhe faktor, por edhe një fuqi globale dhe mandej mbase mund ta shikojmë edhe si një federat. Por sa i përket asaj që ju thoni që ata tashmë po armatosen, ne shikojmë çdo ditë më shumë në diskursin e tyre publik faktin që krijojmë këtu dhe atje kompani të reja për prodhimin e armatimeve të ndryshme dhe pajisje të tjera ushtarake. Kjo sigurisht është në kuadrin e asaj që besoj që ka ardhur koha që vendet e Bashkimit Evropian të mund të pavarësohen nga ana ushtarake, se sigurisht të gjithë buxhetin e tyre e kanë fokusuar tek Aleanca Atlantike, por pam që kjo nuk është më e mjaftueshme. Dhe unë mendoj që secili prej këtyre vendeve tashmë po e shikojnë të rëndësishme edhe fuqizimin e tyre ushtarak individual, pra si shtet. Sigurisht këtu bën pjesë edhe Shqipëria, e cila ka qenë një fuqi e madhe ushtarake në rajon, por pas viteve 90 sigurisht u shkatruan dhe u dorëzuan gjithçka dhe sigurisht pastaj me antarësimin e NATO e gjithë procesi ynë dhe le të themi profesionalizmi ka qenë i dedikuar pa diskutim nga gjithë kjo aleancë. Por edhe në këtë moment shikoj pra edhe gjithë ato marrëveshje të reja që po bëhen, pra shikoj pikërisht në aspektin e fuqizimit ushtarak më shumë se sa një lloj ndarje. Pra unë besoj që vetë aleanca do të ekzistojë si e tillë, si e frym, por pa diskutim shikoj edhe me rëndësi faktin që cili prej këtyre vendeve të ketë kapacitetin e saj ushtarak dhe mbrojtës. E kuptoj. Shumë skenari interesant në hapen përpara, por koha në mbyllë, sepse nuk kemi më minutazh në dispozicion të duhet i kthejmë linjën e regjisë. Mariana Doda, nuk më mbetet vetë se të falenderoj për kohën që na dedikove sot dhe të gjithë analizën tënde. Shpresoj të të kemi përsëri në studio dhe të vazhdojmë të diskutimet tona që në vetvete janë mjaft interesante. Faleminderit ti. Siç e thash, kemi mbritur në fund të ditarit të fundjavës për sot. Linjën do ta kalojmë regjisë, ndërkohë që bashkë do të takohemi përsëri nesër në orën 11. Faleminderit që na ndoqët.